Pse Bibla është unike? Bibla është unike për fuqinë e saj jetë ndryshuese. Karakteri absolut moral i këtij libri e shtyn njeriu të bëjë zgjedhje të mira dhe vendime të mençura. Duket sikur askush nuk mund të qëndrojë neutral apo i pandryshuar kur i afrohet Biblës. Ka shumë libra të tjerë në botë, të cilët pretendojnë ideale të larta, por në realitet janë të pafuqishëm për ta ngritur njeriu në rënë në nivelin e atyre standardeve, sepse ju mungon fuqia e vërtetë, të cilën Bibla e ka. Nuk është çudi pse Bibla e ka këtë fuqi. Bibla është fjala e Perëndisë. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe edukim e drejtësi. Të pamundurën, Bibla e bën realitet duke na sjellë në kontakt me Krishtin, i cili jo vetëm e reformon njeriu në rënë, por e transformon atë rrënjësisht. Njeriu i rënë vdes bashkë me Krishtin dhe bëhet një krijesë krejt e re, një krijesë e re në Krishtin e ringjallur. Shkrimi na tregon se kushdo që ka besuar me të vërtetë në Krishtin mund të ketë konfidencë në marrëdhënien e rindërtuar me Perëndin. Alternativa biblike për problemin moral të njeriut është rilindja shpirtërore, një ndryshim i brendshëm i vërtet. Ky nuk është një konvertim në një sistem fetar, por një besim personal, i vullnetshëm dhe i sinqert tek Jezusi i ringjallur. Nëse nuk e provuar më parë të lexosh Biblën, unë t'inkurajoj ta bësh. Nëse dëshiron të kesh një Bibël, mund të na shkruash në email ose në Facebook.